Tashmë e dim, është bërë normalitet suksesi sportistëve kosovar pothuajse në çdo vend të botës, prej Australisë e te poshtë, gjithka. Ka do që shet gjen sportist suksesshëm. Një nga ta është edhe Dardan Jahiu, që sonte na vjen në studion e Radio Lugaxhinit, i lindur në Australi. Faleminderit shumë që je sonte me neve. Faleminderit që më ke. From Melbourne. Po. Edhe në krahun tim të majtë është trajneri Alban Beqiri, i njohur në karatën e Kosovës. Faleminderit shumë trajner. Faleminderit. Ka lidhja trajner? Australi, Kosovë. Me Dardanin ose me babën e Dardanit, vitin e kalum në Itali, në dhjetor, jena taku për herë të parë. Unë i kom asistu si trajner Dardanin në Youth League-ën që do shkojmë prapë. Edhe prej atyrit jemi në kontakt edhe tash ka ardhur këtu përgatitje. Në çka mboni përshtypje ke në ranglistën botërore të kategorisë karatesëve të ri, ishe i dytë në botë. Po, kadet plus 70. Qëshja ke dalë? E kom fitu në Liga Botës në Meksik edhe se di që ishme thonë Oceana, e kom fitu, e kom Oceania. Dytë, po. Jëm ardhë dytë edhe me qatë poenta jëm dalë vene dytë në botës. A ka qenë e vështirë? Was it hard? Po, Meksika kom pas lufte me më të mirë në botës, Itali, Meksik, Peru, edhe u kon shtirë, edhe ushtrime shumë për ditë. Shto, po. Për pas kësaj, te ke fitu edhe titullin e kampionit në Australi, atje edhe ku jeton edhe ku ke lind. Po, të dyhet e kom fitu. Sa ke pas të vështirë me arrit deri te titulli kampionit? Po që ata njën kon edhe ata shtirë, se Australiat, ata që same age, moshatarët e tu? po, janë mirë. Janë të rritë, jetë më bëhë shumë mirë, edhe kategorijet jam janë në Australi janë bëhë shumë mirë, edhe ata nuk kanë hard me fitu. Po, përgatitjet i zhvillon Kosovë shpesh? Po, inshallah, po du me majt flamuri e Kosovës. Unë po du me kon kampion e Kosovës në ditë, inshallah. Do me thonë me përfatsu edhe Kosovën në arenën ndërkombëtare. Bravo. Kjo është dëshira jote, besoj edhe e familjes. Po, që familja po donë kejtë, unë me orë që do me jetu, me fitu për Kosovë. Apo të pëlqen ty më këthy? Po, unë po du me linë që ta. E du shumë Kosova, e kam në zemër, që ashtu, shqiptar jam. Sakt. Alban, tash për dëgjuesit tonë që mund të kenë mos qenë ndjeni për të arriturat e Dardanit, për çfarë garuesi bëhet fjalë? Po, Naim Dardani është garus kadet plus 70 kg, ky është kampioni i Australisë, përfaqëson në Australinë. Edhe ka marrë pjesë në vitin e kalum ku ka kalu 3 gjirë në Itali, 3 ose 4 më duket, në Itali. Edhe në Meksika ka fitu komplet qëtë ligë, se kjo mbahet në 5 kontinente krejt botën, është liga botërore e të rinjve, ku këta kategorizon me pikë, dhe në basë që aty në luftave që bojnë, se çdo luftë që fiton ka pikë, ose rezultate medale ma ka shumë pikë edhe kategorizot. Ato vlenë ranglisë botërore pastaj? Po, vlenë ranglisë botërore dhe këta prej tashtit në periudhë liga mbledhin pikë për mu kategorizu për lojrat evropiane, për shembull për të ri këta të Kosovës që nëse. Okay. A kem qasa me pa Dardanin si pjesë të Kosovës, duke garu për flamurin e Kosovës? Dardani me 22 nëntor do të garoj për herë të parë në kampionatin mbarkombëtar shqiptar, i cili lejohet dhe i kushtohet gjithë shqiptarëve anë kënd botës. Kurse ky do ty për klubin tim ose për Australisë ka lidhje, kryesorja ky do të bëj gara në kampionatin mbarkombëtar shqiptar që thash do të organizohet me 22 nëntor, që i kushtohet ditës flamurit dhe pjesëmarrjen kanë të drejtë vetëm shqiptarët. Është kampionat mbarkombëtar shqiptar i cili edhe ka pikë më së shumti në Federatën e Karatesë Kosovës. Domethënë kanë të drejtë gjithë shqiptarët anë kënd botës me marrë pjesë në këtë kampionat, i cili zakonisht mahet në Tiranë, por tash e kena me rotacion një herë në Tiranë dhe një herë në Prishtinë. E ka kriju Dardani lidhjen me ty edhe e ka kriju besimin për me u përgatitur në Kosovë për ngjarje kaq të rëndësishme. Çka ke pa gjatë kësaj periudhe te Dardani realisht e potencialit i tij?
Po, na kur kam rrit Dardani Kosovë, na kemi qenë në kampionat ballkanik dhe me domethënë nga e hëna kena fillu përgatitet intenzive. I kemi afër një muj kohë për në Itali, ku jena të punu shumë edhe me 3 garus të mi të tjerë. Dardani, unë në bazë do teste që ja kom bo, domethënë ka probleme për me kam, i cili nuk ka problem me punu, po në Australi nuk i jepën shumë rëndësi, su ku ne qysh i japëm rëndësi nga mosha 5 vjeçare fëmijëve e tutje. Po domethënë është shumë i përkushtuar në punë, shumë punon maksimumin e jep në trening, 1 orë gjysmë 2 orë në trening, kjo është maksimumin e jep. Edhe po menoj që deri për në Itali do t'ja liroj këmbë. Kurse është domethënë në top form, po karaten që kërkohet më shumë në Evropë që e bojmë na, në Australia nuk e bojnë. Ky djali ka punu shumë, ka punu individualisht, ka marrë pjesë në seminare, edhe vitin e kaluar në Itali ju mundu çato për aty me bu ndryshime i ka kap me nëna, edhe pse ka gjua shqipe ky pak, po mira pet po vol nëm. Jo, gjuhën shqipe do në zamër e kuptueshme. I lindur në Australi rreth e anglez është bëhet më e vështirë me majt komunikimin, po sigurisht prind besoj ka ndiku shumë me majt gjuhën shqipe. A është i madh dallimi i karates në Australi me këto në Evropë ose me këto në Kosovë? Is it a big difference from Australia to Kosovo in karate sports? Po, shumë më mirë që do është se shtrimet e ka e më mirë, din inteligjencë shumë më mirë, edhe me kompë kejtë Europës janë shumë, ajde si alien, ama në Australi janë mirë, ama nuk janë ku do të me konë, të me thonë edhe... Kur je në Australi, qështë e ki ditë të stërvitjeve, sa herë ushtron? Me klubi, unë e shtroj 3 herë njavë. 3 herë? Ama vetë 2-3 herë ditën, 6 herë njavë. 2-3 herë ditën, 6 herë njavë? Po. Pra vetëm një ditë e alen vetës pushem? Po. Okej. Po. Me karatja, kur ka fillu me të pëlqy, kur ke fillu me u marrë me karate? Kur jam kon 4, që 10 vjetë jam nis karate, edhe 3 vjetë jam nis gara, që shtojnë të bësh stasht. Kur jam kon e vogël, veç babem ka qu të gjithë sporta, basket, futbol, kej që sene, ama... S'ka përqy asnjona? Asnjona. Ama kur më ka qu të karate, veç diçka zemrë më kanë gjitë. Me qëtanë edhe gjithmonë më konë fighter, edhe që është të jam. Perfekt. Po menej, dush me eksperimentu me sporte deri sa e gjenë ata që të flenë. Po, valla, po. Është ma mirë. Po, që është të. Kejt babe më ka qu, valla, kejt edhe karate më ka gjitë. Sot ka ndihmu karatja ty në përgjësi? How much it helped, karate? How much it helped you? Po, shumë. Kur unë jem konë shumë e vogël, që ato jem konë shumë në shkolla, shumë tu halit, që sene, kur jem konë shumë e vogël, ama kur jem nis karate, më ka mësu disiplina, ade. Më ka mësu me nejt urt, ade, që sene. Karate veç së më ka qu, së më ka mësu qish me re, edhe më ka mësu qish me nejt, qish me disipline, shumë. Me respektu tjertë. Po, qashta, po. Të pret gara tash në Itali. Po. Ke konkurenca bukur e madhe, ke në kategorinë ku je ti, dikun 80 garus kena, nëse s'gaboj. Po. Sa besën që e ki vështirë tash? Shumë, që ta në është më të vështirë në pikejtve. Që ta me fitu, jam më të mirë në botës, jam që ta në shumë e madhë me fitu, shumë e shtirë. Qysh kanë shku stërvitjet, a je i knaqën deri tash? Po, shumë e mirë në stërvitjet, të ushtru sa të mujsh me pregëtit për qëtë Italien, edhe jem në knaqë të bo stërvitje, se që ta në shka unë e du. Unë e du qëtë sport shumë, edhe e du stërvitje, e du kejtë sene që janë qëtë sport. Sa është të rëndësishme botërorit të rinjve në Itali trener? Është shumë
që thash na pe Kosovës po mumi mi zonë 2 që se Youth Liga është njëra në përre që matë në fund muj qershor. Se spjegove sistemin ka bukur i vështirë për me apliku. Po, është sistemi për me apliku, shumë i vështirë për me regjistru, po na që si Kosovë që po mumi mi në zonë me këto mundësi tona janë 2 që pe kemi ma letë, është Poreqi në fund qershorit edhe në dhjetor në Itali. Kurse në për Meksik edhe në Fujairah në aton në pjesën më të lartë nuk po kemi edhe mjete financiare me shku. Për shembull në Meksik Dardani u bë kampion, na nuk kena mujt me marr pjesë, edhe ndoshta edhe këtë Evropa më pak shkon se është më larg, shpenzimet janë shumë më të mëdha. Edhe Fujairah që mahet në muajin shkurt 2026 është Youth Liga. Sa mundet me kushtu parafërsisht me utu për shembull deri atje, a keni kështu një herë? Në Fujairah po, ne unë kam dash me shku me një nxënëse time e cila është kampione e Ballkanit 2023-2024. Tash vendi i dytë në ekipore është shumë e mirë, vajza, po 1800 euro më ka kushtu me shku në shkurt në Fujairah, nuk kena pasur. Veç me shku. Veç 2 vet, jo, me shku më kthy me hotel me krejt 1800 euro na ka kushtu. Domethënë u kon kalkulacioni për 2 persona, unë si trener ato, por nuk kena pas mundësi. Se muaji i shkurt është fillimi i vitit, buxheti komuna ajo, kjo sponsor as po kem, edhe kështu me forca tona jena të shty. E 2 që po mumi mi kap edhe që nuk i lëshojmë pese që jena pranum në Federatën Botërore, nuk i lëshojmë pa marrë pjesë është edhe Poreqi ka afër 4000 garus, edhe Italia i ka 4000. 4000 garus për këtë botës marrin pjesë. Që tu janë 2 ligat me mas shumë të garus në këtë botën që është e pak kapsh me 4 ditë gara, sepse këtu bojnë kadetët, juniorët, U21 edhe U14 që atë janë 12-13 vjeçartë. Domethënë 4 kategori. Tash kom dëgju që për vitin 2026 po dojnë me hek kategorinë e U21-ve, përsëri me kthy vetëm U14 kadet junior për shkak që ka shumë. Edhe U21 atë milion senior. Po, milion vetëm të senior se për shkak Serie A dhe Premier League ata kanë të drejtë me marr pjesë edhe ne, edhe po është shumë vështirë edhe për refera se prej orës 9:00 kur të fillon deri thuja në ora 9 mbrëmje ata kur pa pushim është shumë vështirë. Vetëm se karateja në Evropë ose në botë, në organizime ndërkombëtare është me minutazh shumë të saktë. Mund me lujt 1 minutë, 2 minuta, maksimumi që mund me ndryshu është 5 minuta. Përndryshe nëse ka diçka vonesa ose marr gjithmonë lajmërojnë, i thoj timetable, gjithmonë na lajmërojnë më herët që për shembull që kjo kategori nuk ka me filluar në ora 13:30, po fillon 13:45 për shkak që ka pak vonesa. Domethënë gjithë garuesit e din paraprakisht se kur ka morre në cilin tatami në ku për shkak me filluar nxemet më herët përgatitja e këtu. Në garën e botrorin e trinjve, a do të kemi garos nga Kosova? Po. Përpas Dardanit që përhapsen në Australi? Po, për në të gjitha kategoritë thuja se garus të Kosovës në rundin e parë, që është ta spjegova më herë, në rundin e parë janë të regjistruar ka një garus. Okej. Kurse në rundin e dytë kanë arrit me regjistruar edhe 2 ose 3 në një kategori, ndodh kanë në disa kategori tjera nuk kanë mujt më me regjistru më shumë, edhe afati është mbyll, më çysh ka përfunduar. Na nuk jemi në listën rezervë me njërin, po jemi të regjistruar. Po, ata që janë të regjistruar, ata janë të krym, ata. A dinë emrat e garuzëve me të cilët do të marrin pjesë? Po, shumë shpejt me me nxjerr edhe listën e Kosovës. Ajo so garuzë? Po ka shumë, se ka shumë kategori, ka U14 kadet junior tani fillojnë aty me kilogram. Për shembull te U14 çat ka minus 35, minus 40, minus 45, minus 50. Minus 55, do të thonë 5 kategori. Te femnat ashtu apo kupton ka shumë. Mirë. Mbetet me u pa, presim sigurisht tani vjen koha e botrorit që është një garë tjetër e rëndësishme në karate, sa i përket grup mosha U3 se prej aty dalin edhe kampionët e botës edhe të seniorët. Ajo është për këta është kampionat, lirisht kampionat botror. Për atë arsye quhet Karate Youth League, domethënë liga botërore e të rinj. Për shkak që pjesëmarrja është masive. Të presim me flamurin e Kosovës shumë fat në kampionatin botror të rive që zhvillohet në Itali. We will be waiting for you at the national team of Kosovo. And we wish you luck in the World Cup, Youth World Cup. Faleminderit, po, faleminderit. Edhe urojmë fiton medaljen. Po, inshallah. Trajner, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi se gjithë. Edhe shumë sukses në botrorin e trinjve.
Faleminderit edhe që i dha mundësi edhe Dardanit mua në studio. Po, ka qenë e nevojshme besoj edhe për këtë hapësirat që po jep për sportin e karates. Faleminderit shumë. Absolutisht e meritoni se edhe keni pas ashtu kështu sukses, është pak e detyrueshme. Faleminderit shumë për juve. Rikthehemi në dritën me pak ritëm, me pak muzikë. Do të kemi pak edhe marketing.